nëse qeveria edhe nëpërmes ujit do të vazhdoj të na shantazhoj, atëherë ne detyrohemi të rebelohemi. Nëse ne masovikisht rebelohemi, nuk ka fuqi që na ndal ujin as rrymën. Atë që pa të më thënë për rrymë se do të shkaktoj efekt domino, edhe uji mund të shkaktoj efekt domino. Do shtretohet buka dhe pjekurinat, do shtretohen edhe gatime tjera, zotri Kastrati përmendi se do të shtretohet edhe gastronomia, dhe faktikisht ajo që thash unë me matori se rreth 1 pension mujor do të na shkojë gjatë gjithë vitit për ujë, do të na shkojë edhe një tjetër për këto shpenzime tjera. Domethënë, në pensionin ton të përgjithshëm vjetor i bie që një 30% do të na humbiset vetëm me shtretimin e ujit. Faleminderit shumë për 100 euroshin, para vitit të ri babadimin na solli, por neve nuk na duhet një babadimë që na sjell 1 euro e na i merr 3. Domethënë, ne do të mbyllim dera babadimit, do të themi faleminderit merri këto 100 euro, sepse me këto 100 euro po na i merrni edhe 300 të tjera. Domethënë, këto lojna për të bërë si themin në Gjako Hegare, këto lojna do të i lënë mazdere dikun dhe të ulemi të flasim si burrat. Kush është burr, le të del para qytetarit konsumator dhe le t'i shpjegoj të gjitha këto shtrejtime. Pra, po konsideroni gjithçka e loj. Pse po konsideroni loj? Opet për them në mënyrë të karikuar, për them loj për të mos shprehur diçka tjetër. Domethënë, kjo është e butë me thënë loj, por nëse kemi parasysh se të gjitha legjislaturat qeveritare e kanë bajt jo njërën, po i kanë bajt të 2 duart në xhepat tonë, shpjegon mjaft. Prapë po e them, nëse ne jemi taksapagues dhe xhenerues kryesor të buxhetit konsumues të Republikës së Kosovës, ndërsa nuk pyetemi më tutje për atë buxhet, ne jemi të eksploatuar dhe jemi të diskriminuar. Dhe ky eksploatim, ky diskriminim, ky trajtim jo dinjitos dhe jo demokratik duhet të ndalet.